Sa bukur I kanë vënë zbukurimet. Të cjell Alinën më duket këtu. Është mbyllur rruga autobusave. Me sa duket pas kanë, se di qa është kjo. Se kam idenë. Kemi bër kofë shpule sot, I kam vënë tepsi, po te kjo që është si skare vogël, qa me I thënë kësaj. I kam skuqur pak në tigan, edhe kam vënë patate, karot, arë moskat, piper dhe pak kështu që është si veget. Dhe t'i vendos pak ujë edhe qep, poshtë edhe do të vendosim në furrë për të dielën, dhe normalisht mund të marrë dhe nesër të puna nëse po besoj që do m'ngelen se Alina nuk e ha pulën, kështu që yes. No, just log out because your minutes are finished. Okay, but when I do so Mom, Ha, mami. Christmas and a Happy New Year. Po, mami, edhe pak. Tani do ju tregoj një ide se si të inkurajoni kalamiqat për detyrat ose çdo gjë që ju keni kështu si avashmi si plan, si qëllim, nuk e di domethënë. Ne kemi bërë këtë treasure box every Friday. Po. 3 different. Jo vetëm 3, por nuk e dim se çfarë mund të zgjedhet. Edhe është për ata që janë star, që bëjnë të gjitha gjërat që ju kërkon mami. Ja, sa herë do më ndërpresin. Kemi bërë një kuti, është kuti e kufjeve, ricikluar, nuk ka nevojë që ta bëni, thjesht kam ngjitur këtë letrën nga lart, as ngjitur jo, thjesht e kam vendosur. Edhe hapet çdo të premte, këta që do ja dalin mirë, po themi me detyrat në shtëpi, të hanë ushqimet që gatuan mami, do zgjedhin një letër nga këto që unë kam bërë, do t'ja tregoj tani. I kam thënë këtë mbulesën tavolinës se kanë bërë gjithë ngjyra, duhet marrë një sprej të bardhë që ta ngjyros, por deri atëherë do qëndroj me mbulesë. Mbase nuk I hap dot të gjitha, por njëra është 20 minuta televizor. Një treasure. Kjo është të bëjmë një eksperiment që mund ta shikojmë në YouTube ose diçka që mund të jetë shpërtim ose ndonjë gjë e veçantë. Tjetra e mbaj mend që është 10 minuta games në iPad. Njëra është të shkruajnë te kompjuteri im se kanë shumë qef te laptopi ta përdorin.
të shkruajnë në tastier një tekst që do ta zgjedhim diku. Ja, kjo është typing a chosen text on the laptop. Tjetra thashun se do t'i hap të gjitha po i hap. Kjo është hot chocolate, Aurelia ka shumë qef, ose Alina një çaj të preferuar dhe një special chat. Nuk e dim akoma çfarë është special chat, për çfarë do e flasim, por kështu veçmas do me thënë, dhe zgjedhim vetë ose nuk e di. Këtë ju a tham, 20 minuta TV. Edhe e fundit do jetë candy, që me shumë mundësi do e zgjedhëm. Nuk e dim cila nga këto do zgjedhin, nëse do përmbushin detyrat e veta gjatë javës. Kam bërë vetëm këto, mund të bëni dhe më shumë, 6. Do zgjedhin pa parë, edhe kështu do e fusim poshtë tavolinës. Kjo është një ide shumë e mirë për t'i inkurajuar, si me thënë, edhe për të vendosur gjëra që janë tamam si special, që ndoshta nuk i bëni dot çdo ditë, ose që zakonisht thoni jo, për shembull si unë për televizorin. Megjithëse tani po shikojnë, po është ndryshe kur e merr kështu si një merit, po themi. Mbrëm kam lyer flokët, edhe sot është koha që të bëj thonjt, sepse më janë arritur goxha. Po jam duke i bërë çdo 2 javë, sepse më rriten, nuk kam çfarë t'ju bëj. Edhe ja, thonjt e ri. Është thjesht ngjyra nude, ngjyrë mishi, po themi. Edhe këto xixat që janë apostafat për magnet. Mbase do t'ja shpjegoj kur t'i bëj herën tjetër, se këtë herë kisha provë dhe për vete. Nuk është se i bëra ndonjë formë ose ndonjë gjë, thjesht i kaloja në një anë me magnet, domethënë, por dora duket shumë e pastër, shumë simple, shumë e thjesht, shumë, nuk e di, shumë bukur, domethënë. E kuruar, por shumë bukur. Më pëlqejnë shumë. Do e përdor dhe me ngjyra të tjera këtë glitterin e magnetit. Si duket një njeri pa gjumë, edhe një njeri që më ka lënë pa gjumë, bëjmë shaka. Por Elin e kemi lënë në shtëpi se Roza nuk e di, por edhe ikim unë me Alinën. Qa të moj? Sto Alina. Gjyshe. Mom, you said I'm on the joint music. Sot kam përdorur një nga ato pustinat për latte, nuk e di si do dali, po hajtë edhe kisha dhe këto që i kisha lënë tek rafti im këtu. Edhe first break. Është e mërkur sot, edhe Reli është më mirë, erdhi në shkollë, ndërsa Alina i është fryrë kapaku syrit, njëri sy, nuk e di a është alergji apo e ka pickuar ndonjë gjë, nuk e kam iden. Do pyesim te farmacia një herë dhe pastaj nëse thonë që duhet shkoni te doktori, do shkojmë te doktori. Edhe kështu. Hajtë më. Ka filluar të më tjeki pak fyti, kam marrë ato karamelet, edhe shpresoj që mos të ftohem, sepse kam dhe ditëlindjen të premten e s'dua të jem me smur për ditëlindje. Po më thuaj Alina që më the tani. Se i kam syzet. Is she guys gonna wear these at school? A jam më e vjetër sot? A u plaka sot?
Jo. Mbaj në kokë. Mhm. Sot, qa është sot i herë? My mom's birthday. Yay! Dhe këndosh një herë kështu. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday You to can join her. you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Yay! Thank you. Dhe këndosh ti bukurosh mamit që i bëri kafen mamit. Për ditë lindje ma bën gjithmonë. Sot është ditë lindja ime. Nuk jam dhe jetë shi gjithë ditën, se do thoni pse do i mbaj këto syze, po thjesht nuk jam mësuar pas syze në kokë, më duket sikur më mbajnë flokët, kështu që nuk do marr syze dielli, sepse nuk do ketë diell, po do mbaj këto. Edhe jam gati për të festuar ditëlindjen të puna. I want to sing it happy birthday. Jo, do të vishesh përpara, edhe çorapet edhe pastaj, se bëhemi vonë. Sot, si kam hëmi një princ, kam hëmi një dashuri. Rejli sot është zgjuar që në 6:05, edhe erdhi te krevati mamit, e tha happy birthday mami, më përqafoi, më puthi, edhe që mësove. I organin, që Rejli është shumë i butë, unë kam shumë qef. Edhe ma solli me që ditëlindja ime që të rria kështu ngrohtë në mëngjes. Apo? Ti ku sori? Ke futboll nesër, ore? Ke futboll nesër. O shoku mamit sa i rritur ti. Sa i madh jetore, se ti s'delte në video. Edhe kështu. Nuk është se të bëjmë dhe një që kush e di, se jam te puna gjithë ditën. Hajde të marrim dhe një kek. Do me frini ju të umbacet, apo do i fri vetë? Se për t'i porositur, kam porositur vetë. Okej. Edhe të dielën do shkojmë që të kalërojmë. Can I sing the happy birthday again? Pastaj, shkoj një merr kremin e syrit, fjong, edhe një krem se do ta vej mamit e syrit, se shiko si ta ka bërë më mirë. Nuk e di, doli një nga këto të kapaku syrit Alinës, edhe kishte shumë të endur të skuqur, po sot e ka më mirë, mori Roni një kështu në farmaci. Çorapet i këtash fjongo për flokët. Edhe të dielën do të shkojmë për horse riding. Rejli nuk donte, do vinë të me thënë të shoqërojnë. Bashkë me Rionin. Se s'do e lejmë Rejlin vetëm, edhe do e bëjmë unë me Alinën. Por, po, kështu. No! Po los futbollu mam. Sot bëj, jam do me thënë 35 vjeçe. Nuk më besohet. Nuk më besohet. You can këndon me buy me. a free phone. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday Ouch. to you. Se të të shikoj pak? Mom, is it club day? Jo. Po të kisha dhe club day, pastaj ditë të parit të si. Happy birthday to you. O, një dashuri e ti moj, ma e të vendos kremin. No, those much. No, it doesn't matter, hajde këtu. No, it does. Otherwise, Si është mbaj syrin mbyllur kështu si kuku? yeah, Like in peace. yo, më të Okay. bëj kështu. Okay.
break, I'm not sure. You look like a clown. Clown. Na dhanë këtë kremin, për t'ja vendosur. Alina mos e pastro. Ow. Edhe është si tetraciklin që ka qenë në Shqipëri, kështu krem i verdh, nuk e di po e mbani mend, kush mund ta mbaj, mund ta ketë përdorur ndonjëherë. Edhe këtë na dhanë, që po ja përdorim, nëse nuk i bëhet më mirë, do të shkojmë te doktori, por po i bëhet më mirë. Kështu që nuk do shkojmë te doktori. Mommy, on my eyelash. Yes. Kështu ta shëroj gjatë natës, mami. Hajde se do ikim. Kam marrë këtë advent kalendarin, që nuk është se ka babagjysh ose ndonjë që në figurë, thjesht këto të pemën, edhe kam marrë për fëmijët e kopshtit që mund ta shtypin vete të zgjedhin çokoladën. Janë të gjitha një lloj që të mos fillojnë të mërziten. Edhe janë 24, janë mjaftueshëm, kështu që do t'ja çoj sot atje. The 5. Give me Jack my good dog. I'm 35 years old. Are you, Rael? 35. 35. Këto fjongot vinin vetë me tullumbacet në gjitën, domethënë, po ashtu edhe këto te torta. Mundova thjesht i kombinoj pak, por doli cute. Disë të mesit para. Oh. Ma jep mua. Fike qyri me tortës time. Ase një, si fika Ma jep se i ndezon. I ndez nga këto të mesit para. Fiku qiriu në tortës time. Një që e kam fik një të kopshti. Shpejt se u shkrinë. Spade. I forgot one. 4. Ta bëjmë këtej. 3. Hopping up the diggers. Happy birthday. Ready? Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amelinda. Happy birthday to you. Ai different të gjithë bashku. I wish me having candy. Don't say your wish. I don't say my 1, 2, 3. Bravo. Now get away, you smoke. Tani që më zërpret që dha haje tortën. Bravo. Thank you. Edhe i qenë. Thank Happy you. birthday. Mirë mëngjes, si një 35 vjeçare. Më flihet shumë gjumë. S'ka shkuar ora 7 akoma, 7 pa 5. Edhe është e shtunë dhe më e bukura, e të bukurave. Ishtë një të vendos pak këtu. Më e bukura është që nuk të dalë sot nga shtëpia. Ka Rueli futboll, po do shkoj me Erioni, kështu që do t'i bëj ca chicken nuggets t'i marri me vete, që mos të bëj naze kur të mbaroj nga atje, chicken nuggets karot, ndoshta hapa kara, të shikoj. Do bëj buk me vezë që të han tani, edhe do ri në shtëpi me Alinën. Do bëj një kafe gjigante tani, ma luket e mia. Edhe do bëjmë dhe një punë shtëpie. Mbase, mund të dalim më vonë. Kam edhe një kafe nga Starbucks për ditëlindjen time, nga aplikacioni, kështu që po nuk përtova. Edhe mund të dalë më vonë, por planin e kam që të ri në shtëpi maksimumi për ndonjë ecje nga parku, sa kam dhënë shumë kohë që s'kam dalë nga parku. Kurse nesër të shkojmë për horse riding, nuk e di po ju a kam thënë apo jo, nga dreka. Ju nuk do shikoni me shumë mundësi në këtë video, do të shikoni videon tjetër, sepse është e diel dhe tani video po i vendos të dielave. Edhe kështu, edhe lajmi tjetër. As këtë nuk e di ajo a kam thënë.
dhe shaka se nuk është dhe një lajmë, kush e di, kam filluar të bëj kosin vetë në shtëpi. Dhe kjo tenxherja slow cooker instant pot, si ajo që kam patur e Delimanus, po ajo prish, kam bler këtë këtu, më bë shumë kohë tani. Edhe ka programin yogurt, dhe unë thash do ta provoj. Edhe kam futur qumshin brëm me pak far kosi. Edhe herën e parë dhe të fundit që i kisha bërë, doli shumë i mirë, kështu që shpresoj të ketë dalë prapë tani. Kam lënë gjithë natën. Ka program, domethënë ka program i vet, sa orë duhet, mund ta lesh dhe më pak. Anyway, unë e lash gjithë natën se e vura në darkë kur ulem për të fjetur. Ta shikoj tani. Ja, për këtë këtu, po ju them, ka mbaruar, edhe ta shikojmë. Opa, yes! Është për Flamingo. Pink Flamingo. Shikojeni. Shifa. Ta provoj njërë. Tani, mami. Është akoma i ngrohtë pak, po. Kos, mami. Super Flamingo. Dhe të bërë? Që ngjyra është ke përdor? Pink. Kështu unë do e fus në frigorifer, se Alina vdes për kos, kështu që së dia duhet ta kisha lënë dhe paka, nuk e di, ka një gjë që nuk është si herën tjetër, po anyway është kos i bërë në shtëpi, shumë i mirë. Alina e ha me oriz, e ha me përshesh, me buk, me çdo gjë. Kurse ai tjetri nuk e ha, por unë ja vendos në smoothie. Të ja bëj tani. Brëm hëngrëm shumë pak tort, është shumë e mirë me thënë drejtën. Edhe nga brenda super duper e mirë. Se nuk është të bëm në një që tjetër, prandaj edhe kisha bërë booking për të kuajt, që të shkojmë për ditëlindje. Kështu që unë dhe ha një copë tani se tani e një herë bëj 35 vjeçe. Kështu që do të ha një copë tani. By the way, ato produktet e Snapit, tani unë kam mbaruar në bashkëpunimi çdo gjë. Se unë po vazhdoj t'i përdor dhe realisht prit të kthehem nga drita. Është lëkura, normalisht që duken poret, por kam një super ndryshim. Super ndryshim. Janë super. Qyqy që më mjaftojnë dhe kam dhe për akoma të paktën një muaj, besoj. Po plake. Kam një 2-3 minuta që bëj muhabet këtu, në momentin që i kisha ndezur kamerën, por nuk e kisha bërë farë. Kanë filluar luftën deri tani po gjyrosnin, po ishin shumë qetësi. Shprebesoja. Sa e mirë kjo torta. Akoma më e mirë tani që ka qëndruar pak frigorifer. Lojësim edhe top në shtëpi, po përfundoj këtu të unë topi, kështu që më e pa jo. Derisa të shkoj vetë atje larg. Fantastik. A ju the njëherë mirëmëngjes, gocave këtu? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju do të fetur do. Roel, Mirëmëngjes. put them back please. Mirëmëngjes. I'm gonna hit that Nino. Na, të bëjmë një Vendosi gjë atje me ku hangër ishin, për të mëngjes. lutem. Na, të bëjmë një gjë me hangër Por mëngjes. Të bëjmë një gjë për të ngrënë. It's just kampen të lutem.
Wait, ku do I thysh vezët tani? Jo këto të tortat, më edhe shkru. Këto. Prit. Do ta thysh ti Rael një vezë. Po. Okay, really fast. Jo, ti do ta bësh. No, really. Really. Oh, do I say do? Një Alina, një ti. Oh! Shkoj dhe të koshi tani. Zbrit poshtë, hidhe të koshi. Bravo. Hajde Rael. Qa do bësh petur? Do bëj buk me vezë, e hequn atë. Buk me vezë po bëj. Shumë të veke. Shkollaj duart në banjo, edhe dhëmbët, se më duket nuk I ke la akoma. Jo, nuk do t'i vaj. Alina, ja, do të pak zërin në mëmë. Alina! Hajde të përqafaj pak. Mila! Alina po shikon Milën. Kemi veshur kostumin e baba gjyshit, ka shumë kohë. Pijamat. Hajde të përqafaj pak. Shumë. Jo pak. Oh my god! Good morning. Good morning, Sun is shining. Good morning. And I said family. Ule pak zërin të ko mami zemër. Alina, ule. Oh, mi mami sa shumë. Ule. Tani çunat ikën në futboll. Bëri me nerva një herë Roeli, se nuk e di, ka të fazën para adoleshencës, fazën time, të mëngjeseve, kështu që dua të flej, edhe u zum një herë, unë me Roelin në mëngjes. Ka ikur të futbolli, kështu që unë me Alinën do vazhdojmë ditën. Thjesht do shijoj kafe një herë, të mbaroj. Do palos robat, I kam këtu të divani një mal me roba. Ato lullet atje mi ruruan të stafi, harua t'i tregoja të stafi të kolegët që kam. Se gjithmonë kur ka ditëlindje, edhe fëmijët kur kanë ditëlindje, kanë një kurorë specifike që e vendosin, ulen në karik përpara të tjerëve, edhe di kishte marrë kek tamam ajo mësuese, profesorja, ishte marrë nga një të vogël për të gjithë, edhe friva qirinj, më kënduan, ishte, nuk e di, një ndjesi shumë e bukur, se realisht unë kaloj pjesën më të madhe të ditës, po them, po thuajse, kështu që janë si familje, domethënë dhe dashurinë, qiltërsinë që merr nga fëmijët, nuk e merr dot nga asnjë njeriu tjetër. Edhe ulesh aty, hap edhe dhuratat, normalisht kartën, kartolinën, edhe kështu ata mësojnë se si të vlerësojnë edhe një urim, një shkrim të bukur, edhe çdo gjë tjetër, kështu që vërtet e shijova, edhe lulet ishin shumë të bukura, edhe dhuratat që mora, po nuk po I tregoj se nuk është ndonjë rëndësi e madhe për mendimin tim. Kështu që ishte shumë bukur, edhe e shkruajnë edhe tek tabela, po them, që kemi tek dhoma e stafit. Happy birthday Miley, më duket se I bëra një foto, do t'ja vendos këtu nëse e kam. Edhe kështu, ishte shumë cute. Edhe kështu. Tani do palosim rrobat, do bëj makarona me mish të krirë, se e kam nxjerrë mbrëm nga akulli. Më është bërë ky gatimi, domethënë pak që nuk e kam qejf të gatuaj, po nga që Roeli Alina hanë shumë ndryshe, edhe nuk e di, është bërë shumë e bezdisshme të gatuash, edhe të qesh një gjë që ti e tamam, po që ta hanë të dy. Tani Alina do hajë vetëm makaronat, Roeli I ha me mish të krirë makaronat edhe. Anyway, është stres më vete ky. Edhe pastaj nuk e di, thjesht do merrem me rroba, sistemime, gjëra, të shikoj një herë
që do veshim nesër, që do shkojmë të kalorojmë unë me Alinën. Edhe më duket se do jetë shi, po nuk ka problem. Po thoshte edhe njëra nga koleget që po si do jetë koha, se po më pyesnin çfarë do bësh. E I thash, po tani unë ditëlindje në nëntore kam gjithë jetën jam mësuar, nuk është se pres që të shkoj në plazh në nëntore dhe të kem kohë kështu me diell, nuk është se kam problem, por rashi është dimri po vjen, si thuhet, kështu që yes. Edhe po pres dhe një unaz të më vi nga një prend tjetër që kam bërë një bashkëpunim para disa kohësh, e kam bërë masën shumë e mendje, me sa mbaja mend, nuk e di shpresoj të më bëj, po s'më bëri, s'ka gjë. Domethënë, po më bëri e madhe, mund ta vendoste ndë një gisht tjetër, po më bëri e vogël pastaj, po pres të do bësohet. Nuk e di me sa do pres, nuk e di. Anyway, po shijoj kafe një herë këtu, edhe të editoj pak, sepse duhet ta bëj gati video në sonte unë. Që ta shikoni ju nesër, ndërkohë Alina po shikon pak Anazala Family. Edhe pastaj do lexoj në fakt në mëngjes, po mund të lexoj prapë pastaj. Edhe kështu. Ndërkohë thënë me këtë magnetin, është edhe kjo ngjyra shumë natyrale. Shumë të bukura duket. Duket dora shumë e pastër. Nuk e di si dhe I bëherën tjetër, po